Assalamu alaikum. Duaja është një ndër shkaqet më të fuqishme për largimin e të këqijave dhe arritjen e mirësive. Mirë po, ndonjëherë, ndoshta ajo lutje nuk e arrin atë efektin ose atë qëllimin për cilin është bërë. E kjo ka disa arsye, ndërto është se ndoshta njeriu i te i kalon ato kufit, i te i kalon në formën e lutjes, në mënyrën pra se si lutet, ndoshta në të pra bën shirk, i lutet dikuj tjetër përveç Allahut lartësuar, e lutja e tillë nuk pranohet, ose ndoshta kur lutet dikush, nuk lutet me përkushtim, nuk lutet me vendosmëri, po thjesht pra me një besim të cekët, ose ndoshta ky njeri mund të haj haramin, shkak që nuk pranohet lutja, mund të bëj padrejtësi, mund të bëj gjunahe të shumta. Prandaj le të mundohemi që lutjen tonë t'ia drejtojmë vetëm të Madhit Zot, vetëm Allahut lartësuar. Le të mundohemi që kur të lutemi me përkushtim, me vendosmëri, dhe të mundohemi që t'i largohemi atyre gjërave të cilat bëhen shkak që mos të pranohet lutja. Allahu i pranoft lutjet tona. Amin.